kaj sa ngjarjet, cilat nuk në ka lënë indiferent, filloj me njerë po humbur kohë, me fabullu numër 1 në ekran, ja shikoj kolla. Ishte pa muzikë, po shënë si ka, Ramsi 4 tallet me Trumpin, reagon gjithë bota. Ti ndoshta e ke parë kolla, dhe ju jeni të shumë që e keni parë, sepse ky lajm ka për xhiron e botës, po për gjithë ju që nuk e dini se ç'ka ndodhur me Ramsin, vetëm 2 ditë më parë në Danimark, në këto komunitetin politik që organizon Macroni 2 herë në vit, ishte edhe Ramsi aty, ja shikoni në momentet e pushimit të mbledhjes, shikoni batun e Ramsi që ka bërë xhiron e botës. Jepi Levio. You should make an apology to us because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that, guys. Yeah. So, and you worked very hard. You worked very hard. We had 500. You should make an apology. Kulla, gjeja partë të pyes të filloj nga fundi, si pas të Ramsi, e dinte që po filmoj apo jo? Se besoj. Ti thua nuk e dinte? Se besoj. Me qëra fjalla shiko reagimin e Ramsit? Gjithsesi i kapi gjithë mediat botërore. Me miliona shikime kjo. Nuk ka faqe? I kapi gjitha mediat botërore. Ledio nuk e di i ka faqet apo jo, se jenë më duke se ja ka nisur Ledios të gjitha. I ka faqet e gjithë... Dhe sot pati dhe një reagim shkurtër nga zëdhënësia e Shtëpisë Bardhë. Erdi reagimi? Ka pas sot. Këtë për shumë nuk e dim. Qa thoshtë ndërkohë që Ledio të reagim shumë shkurtër, presidenti Trump ka një nga mediat shqiptare i kishte drejtuar pyetjen. Presidenti Trump ka punuar dhe ka pas sukseset më të mëdha në arritjen e paqes në disa konflikte nëpër botë. Vetëm kaq? Vetëm kaq. Asgjë më shumë. Kjo ishte e shprehur e thelbjes. Për Shqipërinë, 2 rreshta mund të thotë shtëpi e bardhë, se jemi kaq të rëndësishëm. Po thell kulla. Ti mendon që Trumpi sigurisht është mërzitur apo jo kur e ka parë të gjithë, sepse duhet thënë që ishte se ishte një gjë personale, pra nuk po se po ka dhe me ndonjë qëndrim të Trumpit, po me një gaf të Trumpit. Çështja e parë një herë, nëse ka një gjë për cilës Trumpit nuk i ka ardhur mirë, është kjo gjë bëhet me Macronin, dhe ti e di që marrëdhëniet Trump-Macron s'kan qenë kurrë të mira, dhe janë shumë kështu. Ne bëjnë siguria të mira, po në fakt ai e la dhe në këmbë, ai e la dhe bllokohet në rrugë atje në marrëdhëniet Trump-Macron. Një e dyta, shiko, unë kam ti e di që unë kam kujtesë shumë të madhe për ngjarjet politike, por kam një ngjarje që di nga një miku im mes. Që ka lidhje me këtë? Jo, që është ngjashme me këtë. Kur u bë Barack Obama president, kishte një summit në Rom dhe Berlusconi ishte kryeministër për herë të dytë, dhe bëri atë pritjen që bënte aty, që doli dhe e pritje, dhe erdhi Obama sa ishte bërë president dhe e priti Berlusconi. Dhe kur doli aty, i tha gazetarët si tu duk presidenti i ri i Amerikës. Dhe ai tha batutën bello abbronzato. E di pa e mend të çfarë perle ka qenë. Kjo ishte një gjë që në 8 vjet që ishte Obama president si harrum kurrë. Bele abbronzato, më dha për për shqiptarit se din. I bukur dhe i nxirr. I nxirr thuhet? Po abbronzato i nxirr nga dielli. Po i nxirr nga dielli. Këto batutat vërtet marrin xhiron e botës, dhe kjo e mori vërtet xhiron e botës, sepse vërtet ishte një... Ne kemi pas edhe atë tjetrën që u tha që u bombarduar, do thoni tha sekretari i mbrojtjes që do bombardohet Tirani dhe tha do bombardohet Tirana. Tirana, po. Batuta kështu ndodhin, po kjo... Ai piti më duket, piti e tha. Po, ai është i luftës tani. Po pra është sekretari i mbrojtjes, po i luftës. Dhe do të thënë, këto janë aq më tepër me një njeri si Trumpi që i pëlqen dhe batuta. Kështu që kjo duhet parë në 2 anët. Deri tani marrëdhëniet e Trumpit me Ramsin ka qenë të ftohta me Ramsin 4. Inexistente. To think that we settled pse na e grëzëni Ledio? Azerbaijan. Është duke thënë ndonjë gjë thua për të punë. Jo, batuta. For years was never going to be settled. I am very disappointed. Ndërkohë, kulla, duhet thënë që e ngatroj me Armenin, për ata që se dinë, ngatroj Shqipëri, Albania me Armenin, Azerbajxhan me Armenin. Ndërkohë, kulla, se kam shumë pyetje në mend që më vijnë, po sipas teje pasaj, Trumpi mërzitet vërtet? Është tipi naçori?
Ajo është tipi naçori, për gjëra tjera. Këto nuk është. Kjo është i batut që unë jam i bindur që në rastin më parë të mundshëm ai do ta kthej me shumë zero mbrapa këtë batut. Do ta kthej thua ti. Sepse është tip i tillë Trumpi, domethënë, prandaj është bërë ai që është bërë, sepse nuk është se e mban, domethënë. Nuk është politikani klasik. Domethënë, Trumpi është një përzierje mes biznesmenit, showmanit dhe politikanit populist, kështu që normal. O Kulla, ti thej që Ramsi, sipas teje, Ramsi 4, ti thej që nuk e dinte që po filmoj. Po jam i bindur. Po pse e mendon ti që nuk e dinte? Po jam i bindur se unë kam marrë pjesë në summit të tilla dhe ti flet, bën shaka, po ti nuk e di se kush është aty mbrapa. Po e ka përballë atë celularin që po e filmon. Po kjo është tjetër gjë, ti mund ta kesh, po se di kush është, do ta nxjerrë ashtu. Për shembull, herën e fundit kur ishte summiti në Tiranë, u takua me. E di pse them unë që e dinte? Sepse Ledjo me siguri do e ketë nisur Reno. Kjo është prova që ai e dinte që po filmohet. Pra se thuash, nuk ishte rastësi. Ai nuk e dinte që do shkonte Macronit ta takonte ndërkohë që ishte me presidentin e Azerbajxhanit. Një sekond pra. E tha dhe para se të vinte këtu ose mbrapa. Ne kemi një video që kjo nuk është dhënë në media, është po në Danimark, përpara gazetarëve. Eno ja ka nisë Ledjos? Mos, po pse? Ledjo, të lutem, nisja në qikë, nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj se kuptohet, vetëm nisja pak, sepse është, ja një sekund Kulla, sepse ajo është prova që Ramsi 4, jo vetëm e dinte, por mezi ka pritur të shkonte për ta bërë të batut atje. Është e pa mundur, ja. Unë ta nisja në ty, të ta shofësh. Nisja në qikë, Ledjo, del para gazetarëve dhe thot të njëjtën gjë. Ne thot kemi kaluar dhe problemet, kemi tegluar problemet me Azerbajxhanin, thot gazetarëve. Seriozisht e kupton? Kur ta shofësh do e kuptosh. Pra nuk është e rastësishme. Po kjo është para kësaj apo pas kësaj? Kjo i do shohim tani. Këtë nuk e di. Nëse është pas kësaj, është vijimi kësaj e ka kuptuar se është bërë lajm dhe pastaj. Jo, ka kuptuar që fare se ka qenë në një ditë me këtë. Po pra po, nëse është pas kësaj. Po pra po, shikoj, ky lajm nuk u bë brenda ditës kur e tha ky vëlla. Ky lajm ka marr. Brenda orës u bë. Jo. Kur e ka thënë, dia apo pardje? Kur ishte pardje summit? S'ka mundsi vëlla. Megjithatë nuk ka rëndësi. Çka ka pyetja ime është kjo. Ramsi bëri dhe një reagim pas asaj. Ledjo, nxirri që reagimin e Ramsit. Ne kemi respekt madh për presidentin. Që thoshte Ramsi 4, që atje ne do të thënë çudita se si mund të bëhet virale, tha nëpër media gjithë kjo histori, sepse në fakt e vërteta është ndryshe, tha se shiqyr që është president Trump, pra e. Po sigurisht po i kapi mediat me batutën edhe tani duhet t'i kapte edhe me qëndrimin serioz duke lavdruar. Ti thua është shumë zhurmë për asgjë gjitha kjo, nuk do të asgjë. Nuk është shumë zhurmë për asgjë. Nuk ka asnjë efekt, dua të them. Çfarë efekti do ketë? Ore Kulla tani mendoj ti vetëm. Do vi Pentagoni ta sulmoj me raketë. Jo, pra jo. Jo, pra jo, nuk do vi Pentagoni. Jam i bindur që në takimin e parë të mundshëm ka për t'ia kthyer me shumë zero Trumpi dhe do është vërtet e jashtëzakonshme është reagimi i Ramsit mbasi u bë virale kjo në gjithë botën. Se si funksionon media e sotme dhe se realiteti i ashtu quajtur mund të distortohet lehtësisht realiteti, thot. Një frazë thënë me humor të mirë, në frymën e miqësisë, papritmas kthehet në një titull botror të një samiti të tërë midis 10 kombeve, thotë etj. Pjesa tjetër, substanca e vërtet bëhet e pavlerë. Vazhdon Ramsi 4, por po ishte shumë argëtuese sot isha me mikun tim të vjetër Ilham Aliyev. Dhe në pranit miku ton dashur përbashkët me Emmanuel Macron të referohesha për një gabim prezidentit Trump që edhe Shqipëria rritë bënte paqe me Azerbajxhanin, ndërsa vetë Emanueli punoi pa pushim për një kohë të gjatë për të skellë paqe midis Azerbajxhanit dhe Armenisë. Një shënim i lehtë, një moment miqësor, sigurisht nuk ka problem nëse përhapet, por ta kthesh në helm politikë është thjesht e padrejtë, pra duket që i ka dhimbur. Pra le të vendosim rekordin drejto dhe vërtet është se prezidenti Trump ka treguar veten si një lider që riktheu fjalën paqe në vokabularin e perëndimit pas shumë vitesh dhe po në ditën kohë të shkurtër, në një kohë të shkurtër ai ka arritur paqe ku të tjerë përpiqeshin por dështuan dhe ai vazhdon të ndjek atë pa pushim. Ai shkëmbim nuk ishte asgjë më shumë se një moment humori të mirë midis njerëzve që në fakt janë admiruesit më të mëdhenj të Trumpit, presidentit Trump. Pra ti thua është thjesht një histori, një video virale ti Kulla dhe asgjë më shumë. Ai duke patur parasysh vendin ku ndodhet dhe mënyrën si kërkon gjithmonë të bjerë në sy me ndonjë batut me gjë, se tek e fundi një vend vogël profesion, kupton?
Nuk ka menduar që kjo punë do bëj kaq virale dhe do dilte kaq ashtu. I ka shiju batuta që ka bërë në atë moment. Po dhe ne kemi bërë batuta, për shembull kur ishte kjo puna e Hekset që tha bombardimi i Tiranës, vend që thoshte Teheranit. Dhe batuta ishte, inshallah se ngatrohem me gjithmonë. Po pra. Po nga ana tjetër merre kështu domethënë, po ti je presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pse duhet ta dish në fakt sakt ku është Tirana ose ku është. Më gafa tilla kanë përgjigj prezident amerikan. Normal. Ja, sa të japi Ledjo Kulla, shikohet sepse dhe mund që nuk është e rastishme kjo që ka bërë Ramsi 4 batuta me Macroni. Dhe Macroni që ikën me vrap, i bjen në faqe dhe ikën me vrap. Azerbaijan and Albania already has a peace deal because we were in war. So now we are in peace. Fantastic. No, Azerbaijan and Albania already has a peace deal because we were in war. So now we are in peace. Fantastic. E shikon? Kjo është pasi ka dalë. Mund t'jetë dhe para, se nuk e dim. Përse zakonisht gazetarët presin që të kurim këto në takime, kupton? Kjo është pasi ka dalë, edhe ai e ka parë që ajo është bërë virale dhe ka dashur që të tregoj që ajo është humor e tjerë. Po jo, mor burr, se këtu s'ka bërë fare humor, është para gazetarëve. Po pra po, është humor i holl, domethënë, është humor, ai është përpjekur që ta kalojë këtë gjë që bëri. Shumë njerëz thonë që Ramsi është aq i mbrojtur nga një merimang, nga dhoma të tmerrshme kulla, masonike etj, sa që nuk pjerdh as për Trumpin. A beson ti këtë gjë? Prandaj dhe nuk e çan kokë dhe bën batuta të tilla. Është e parapur shumë kjo tezë që po them unë, nuk është kot. Pra, një kryeminist i një vendi të vogël, me 2 milionë sa njerëz si Shqipëria. Nuk është e thjeshtë, nuk gëzojnë tjerë të bëjnë batuta të tilla me Trumpin, të tallen, për gafa. Thonë që ky është aq i mbrojtur, sa nuk e ruan fare për të gjë. Ti e beson këtë tezë, nuk e ma thuaj seriozisht. Kësaj radhe, ka një gjë të bukur që janë të dy në fillim të mandatit të tyre. Jo, këtë mos të thojnë. Se ky është viti 13 da Ramsi. Jo, dakord, pra, po në fillim, ky është në fillim të mandatit të 4 dhe ai është ende në pjesën e parë të fillimit të mandatit të dytë, megjithëse provoi të merrte mandatin e dytë herës tjetër. Pra, kësaj radhe do ta shohim se sa ngjisin batutat apo jo. Është mbetet për tu parë kjo gjë. Po, me që nga kam parë sytë këto nga 2022 kur ka filluar lufta në Ukrainë sot, shumë pak njerëz i kanë rezistuar valveve të mëdha, kështu që do shohim. Të lutem, Ledjojeno do të nisi tani reagimin me siguri e gjen të Shtëpisë së Bardhë, zëdhënëse e Shtëpisë së Bardhë ishte? Po. Kush kjo Bjondja simpatike që del? Se di, e lexova që ishte një kishte bërë një. Ta shohim në ekran çka ka thënë, sepse nga sa më tha Kulla, një gazetar nga media tona i ka nisur një pyetje dhe. Cili ishte teksti fiks Kulla që se të shkujtohet? Presidenti Trump është njeriu që ka pasur më shumë sukses me paq diçka e tillë, domethënë. Nuk thoshte, nuk i referoi fare batutës të Ramsit. Fare. I u pyet për atë gjë dhe ajo ka thënë vetëm ka gjë. Tani një reagim i tillë Kulla, se na vjen se nuk do të. Dhe e tregon që Trumpi s'do të lëgjurën pra para se të bëj krimin, në thonjza. Para se të reagoj, po. Ta shohim. Se imagjino po të reagonte, për shembull Trumpi dilte vetë dhe siç e ka zakonuar ai se e mban gjuhën shumë, e thjesht thoshte për shembull që ai është bad guy, siç thot para se hipti në avion ose në helikopter. Ka parasysh kur delte ajo kopshi i Shtëpisë së Bardhë? Mbetet për tu parë, prandaj thash jemi në pjesën e parë të këtij mandati për secili. E di pse është e rëndë për Trumpin kjo, mendoj unë, dhe jo vetëm unë, sepse e ka rimar direkt njeriu që pritet të jetë kandidat i kundërshtarëve të republikanëve. Pra, demokrati atje si ka emrin ai jeno? Si harrova nuk e di nxori Ledjo apo jo. Tani Trumpi ka një kishte thënë ai, shikoni si tallen me Amerikën. Prandaj po them. Tani Trumpi ka një gjë, që ka një tezë që thotë në NATO nuk mund të jemi gjithë barabartë, sepse mënyra se si jemi ul NATO jemi gjithë barabartë. Pra kryeministri i Shqipërisë ose presidenti i Shqipërisë ta ulin në NATO-s ka po të njëjtën të drejtë veto që ka dhe presidenti i Amerikës. Me diferencën e vetme që Amerika ka 77% të buxhetit NATO-s, e këta gjithë tjerët janë 23%. Ne jemi te 0.0 sash. Dhe në këtë pikpamje kjo është arsyeja që thotë multilateralizmi nuk funksionon se jemi gjithë barabartë, se s'kemi gjithë njëjtin kontribut ekonomik, njëjtin kontribut politik, e aq më tepër pastaj të durojmë edhe këto batuta e tjera. Prandaj të përmenda modelin pra jo shumë miqësor që
Filloj me batutën e famshme të Berlusconit, Bello da Bronzato për Obamën. Për Obamën dhe marrëdhënia e tyre nuk qe kurrë mirë në fakt. Pra në një farë mënyrë Ramsi 4 ja futi vetes keq me këtë batutë. Se di, unë për gjykimin tim ai ka me një batutë mori gjithë mediat e botës dhe identifikoi veten në këtë summit ku ashtu super marketing, jo, është super, ajo është. Do të pranojmë që ai identifikoi veten, pra edhe nëse Trumpi nuk ka dash ta dëgjojë kush është ky, sapo e ka dëgjuar këtë batutë, ka thënë pritje kush është ky të merrem mirë me këtë. Po edhe në kuptimin e mirë. E ka haruar nga Trumpi parë, nga lutem ti je presidenti i Amerikës me gjithë ato halle që në kokë të merresh. Dakor, më kolla, po ky është shumë i gjatë, ky mbahet mend, nuk është se harrohet kollajt. Ka gjatë tjera aty. Sa ky? Po, ai gjatë. Jo, është më i gjatë vëlla. Jo, më ka. Është bërë sondazh më kur. Është më i gjatë nga të gjithë. Po, s'është kjo gjë që ti identifikon, ka gjatë. Ore kolla, dhe një pyetje tjetër vëlla. E fundit fare para se kalojmë te ajo. Lajmi që mund të jetë i keq për ne? Për kë për ne? Pse çmim? Për si Shqipëria? Po pse çmim ne? Po e më them lajmi që mund të jetë i keq për ne është që Maqedonisë SBA-ja do të heqë vizat edhe ne nuk na heq vizat. Kur do i heqë shumë? Maqedonisë Veriut. Tash brenda fundit vitit. Mund të ndikojë kjo thua ti? Jo, është një lajm i keq për ne sepse Maqedonisë Veriut do të heqën vizat me Amerikën dhe jo. Po je sigurisht që do heqin Shqipërisë? Ky është lajmi që ka dalë nga Shtëpia e Bardhë, unë e lexova në media maqedonike, që brenda fundit vitit. Po kur ka dalë ky lajm? Sot dje. Para këtij incidenti. Para këtij incidenti. S'di ta them. Nëse është pas incidentit e kuptoj, po nëse është para incidentit, s'di ta them. S'mund të abuzoj me këtë gjë. Ore me qira fjala, pse nuk shkoi në OKB Ramsi 4 thua? Sepse nuk ishte era në OKB dhe këta e dinë mirë. Shkon një herë presidenti, një herë kryeministri, një herë presidenti, një herë kryeministri. Kryeministri ishte vjet, presidenti ishte par vjet. Dhe kjo është hera e dytë e presidentit, se presidenti është me mandat 5 vjeçar, dhe vitin që vjen i takon kryeministrit. Pra, ti thua nuk ka lidhje fare me këto që thuan lart e poshtë, jo, po s'vete se mund ta pyesin prokurorët e tjerë. Po them një gjë që takimi, vizitën e Begajt në OKB, Begaj ka 5 muaj, 6 muaj që e përgatit. Po ndërkohë kujdes, sepse ti thua një vit njëri, një vit tjetri, po normalisht ka qenë nga 2019 deri vjet që ka shkuar vetëm Ramsi. Jo, më e ke gabim, për vjet ishte Begaj. Ka qenë Meta në atë kur kisha, par vjet ishte Begaj, më çfarë? Par vjet ishte Begaj që sulmuan dhe këta që i tha. Se e kanë njëri tjetër je. Po më janë fotot, më ke fotot, par vjet ishte Begaj. Jam shumë i sigurt për këtë gjë. Në summitin e OKB shkon njëri tjetër. Kështu që ishte parashikuar. Unë nuk kuptoj një gjë më vëlla. Bëhet dy herë njëri tjetri? A le di çfarë the? Nuk bëhet dy herë njëri tjetri? Jo. Është Dijo, kulla, unë gjë nuk e Ledi e i madh. Ledi në kështë marrë malli dhe mirë që fole. Ku ki që gjithë të konjë herë? Me pushim. Tu erë pas herë të një gjë. Dijo, o kulla. Ramsi 4, qas të bëri i dha dhe Sazanin dhëndrit vetë. Po se ka dhënë akoma? Po ja ka dhënë kulla tani e doni në media, ata vetë kanë thënë në burë tani, bile ai po punon tani të bëjë gjithë infrastrukturën gati, ja dha falas. Ku ke pati punët, s'ka, Sazan isha, unë s'ka asnjëherë, Sazan asnjëherë. Më një sekond ari, projekti është miratuar, ai e bëri me vendim që... Ata i tha jemi në duke negociuar tash. Ai e bëri me vendim qeveria, u burë. O, qanë, tani po them nuk ka dhënë asgjë, qanë, dhe s'ka fillu asgjë, vetëm ka ardhur e bie Trumpit dhe dhëndri Trumpit. Ivanka. Po, bën 2-3 ditë pushim, shkuan e vizituan, po s'ka asgjë. Inshallah bëjt, inshallah vjen kompania më e madhe e botës turizmit, bëj hotel Amani. Të Arabët? Po jo, s'është duhet vjen hotel Amani, Arabët do jenë investitorë kapitalit. Po shpresojmë nëse vjen. Po për momentin s'ka asgjë. Për mu, atje kulla, një sekondari, për shumë atje e di njerëz që atje është mbushur me gjarprin Sezani, si do heqin gjarprin dhe mina? E heqin me... Ka dhe mina shumë, thot, është dhe zonë e minuar. Do ta çminojnë, e çminon ushtria, nuk është. Po nuk është pak me risk kjo për shumë që të vijë Ivanka Trump, goca e Trumpit dhe një ishull me mina? Po nuk e se u fut atje mes gjarprinjve, ka shku ka bërë xhiro me gomone, ka shku atje te plazhi. Sikur ti ndodhi gjë më një moment, e mendon? Mos u bë merak se kishin ardhur rojet e saj përpara dhe në hotel ku kanë ndëjt kishin qenë përpara. Bëj han rojet thoti. Nuk është se ajo erdhi bën edhe një show kështu, bën një reklam për turizmin e Shqipërisë si vjetë dhe kështu është. Po shpresojmë që ndodhi kjo gjë. Me që jemi në këtë atmosferën e Ramsit 4 të këto gjëra kështu. Ky Ramsi 4 vëlla do të jetë i papari pa dëgjuar. Si ka mundësi që një nga shokët e tij më të ngushtë ndërkombëtar, që është Tony Blair, ish kryeministri anglez, që do flasin tani për marrëveshjen e Gazës, është praktikisht u vendos praktikisht dhe me vizën e Trumpit, amerikanëve të gjithë,
shefi Gazës, përkohësisht, derisa të zgjidhet çështja. E kupton? Kjo është një super, kur e mendon. Është një super fat për Ramsin. Çfarë do bëj? Çfarë super fati është? Njeriu që ka kaq vite. Para njerëz është i vete me helikopter dhe zbret në dërmill vlla. E ka shok ngushtë vlla. Po më di që ka mik, po e para njerëz. Sepse i lidh inteligjencë. Ramsi dhe ai janë, ai inteligjenca që nuk do të pa fol me njëri tjetrin. E para njerëz kjo gjë s'ka ndodhur akoma dhe kjo që the ti. Në Gaza jemi ende larg nga. Ja do vim atje. Po prit shohim fabulën e dytë, jo mos ta di. Dhe e dyta edhe po të shkoj, disa e madhe është Gaza. Sa shkëmbi ka vajz? Jo, nga Durrësi deri në shkëmbi ka vajz. Jo, deri në shkëmbi. Nga Durrësi deri në Kavaj dhe fut brenda një kështu ca kilometër sigurisht. Edhe i ngjan shumë po ta vësh edhe ndërtimet. Gjithë ajo zonë aty është fiksi Gaza. Unë kam parë me ato sy të betohen. Është shumë interesante. Pra që duhet më mbarduar është ideja. Nëse kulla edhe çfarë do të thoshje ç'ide ka kjo? Ta shohim, sa dhe kjo. Nëse do të ndodhi do jetë një gjë e mirë, po ta shohim. Më pëlqen shumë kujdesi jot për të gjetur termat e dur. Nuk besoj që Bleri, domethënë që pikat e veta në Angli ka 0.1%, ka në një dëshirë të madhe që në moshën 70 e sa vjeç shkoj edhe t'i dali komplet nga kontrolli dhe Gaza. Se ki parasysh që... Po Bleri ka pranuar, dhe? Po prit, ka pranuar nëse... Do vim dhe ajo.